Assalamu alaikum. Në mësimin e sotëm do të mësojmë edhe 2 shkronja të reja. Shkronja e parë e re në këtë mësim është shkronja F, gjithsesi shkronja F. Shkronja F shkruhet në këtë mënyrë. Në fillim të fjalës shkruhet kështu, në mes të fjalës shkruhet kështu, pra lidhet në të dy anët, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi F, Fi, Fu. F, Fi, Fu. E tash t'i lexojmë shembujt. Fariha, Fariha. Pra shkronja F është sigurisht shkronja F e alfabetit ton. Në shqiptim pra. Ghufira, Ghufira. Shqiptoni edhe ju së bashku me mua, pra lexoni shembujt së bashku me mua. Dhe bëni mirë nëse i lexoni së bashku nga 2 herë çdo shembull. Kha si fe, kha si fe. Fu si kha, fu si kha. Shembulli parafundit është shufi'a, shufi'a. Dhe shembulli i fundit në të kjo shkronjë është atife, atife. E mësuam pra shkronjen F, e tash ta mësojmë shkronjen Qaf. Shkronja Qaf është K e rënd dhe shkruhet në këtë mënyrë pra. Shkronja Qaf në fillim të fjalës shkruhet kështu. Qa, pra pasi është shkronje rënd, fetha të kjo shkronjë lexohet si A. Qa, qa, qi, qu. Madje shqiptohet më shumë si A. Pra, për shkak se është shkronjë shumë e rëndë. Pra, qa, qi, qu. Shkronja Qaf në mes të fjalës shkruhet pra kështu, dhe në fund të fjalës shkruhet kështu. Tu kemi shkronjën Qaf në fillim, në mes dhe në fund të bashkuara pra. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. E tash t'i lexojmë shembujt e kësaj shkronje. Quri'a, Quri'a. Haqiru, haqiru. Subiqa, subiqa. Shembulli tjetër është qubisa, qubisa. Shembulli parafundit është uqida, uqida. Dhe shembulli i fundit në këtë mësim është ufiqa, ufiqa. Kaq për këtë mësim, mos harroni t'i bëni ushtrimet të shkronjave. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kuranore, cilin mund ta gjeni falas në shumë librari islame ose ta shkarkoni si PDF në linkun e mëposhtëm.